A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Allahun e falenderojmë, prej tij falje, ndihmë, udhëzim dhe shpëtim kërkojmë. Salavate dhe selame qofshin për edukatorin e njerëzimit, mëshirën për mbar botrat. Selame qofshin për familjen e tij të pastër, shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që e ndjekin dhe do ta ndjekin rrugën e pejgamberit sallallahu ta'ala alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinis dhe ndëgjues të Radio Vatit, jeni në valët 88.4 të Radio Vatit në emisionin fetar Këshilla e Xumas, që emetohet çdo të premte para namazit të Xumas. Unë, udhëheqësi i emisionit Irfan Sulejmani, referent në Muftinin e Shkupit, ju përshëndes me përshëndetjen e ngrohtë islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, mëshira dhe begatita e Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Mysafir të sotëm kemi hoxhën e nderuar Rahim Efendi Kaloshi, imam dhe hatip në xhamin Arasta të qytetit të Shkupit. Hoxhë nderuar, mirë se erdhët në emisionin tonë të radhës Këshilla e Xumas. Mirë se u gjetëm. Pikës pari falenderoj Allahun Azza wa Jall. Pastaj ju falenderoj juve gjithë të cilët jepni kontribut në këtë riasetin tonë të Maqedonisë. Haxhi Shaqir Fetahun, Allah i dhashtë imër të gjatë dhe të hajrit. Dhe gjithëve juve Allah ju dhashtë inshallah bereqet në punimet tuja gjatë zhvillimeve të fesë apo frymëzimit që e bani për hir të Allahut në çdo çast, në çdo moment deri në fund të jetës tuaj inshallah. Amen. Faleminderit. Të nderuar teleshikues dhe ju ndëgjues të Radio Vatit, tema e sotme që do të elaborojmë së bashku këtu me hoxhën e nderuar është reflektimi i besimit me anë të zemrës dhe gjuhës. Hoxhë nderuar, çka do të na shpjegoni në lidhje me këtë temë? Esta'idhu billah, bismillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. E falenderojmë Allahun Azza wa Jall dhe i dërgojmë salavat e Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam. Pikë së pare, do të filloj në lidhje me këtë, nga që Allahu Azza wa Jall në Kur'an neve në ka dhënë disa norma, po ashtu edhe këta norma pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me veprimtarinë e tij ne ka mundsuar që të kuptojmë edhe të jenë të jetueshme dhe jo vetëm të ngurta apo vetëm të sqarohen teorikisht. Pra, tema e sotme, domethënë imani, vepra, ameli salih dhe akhlaku, morali i bukur. Nga që në Kur'an Allahu Azza wa Jall neve na parashtron, na çet, na bën të dishme që ka edhe akhlak të bukur, po edhe akhlak të keq, të dobët. Ka edhe vepra të mira, po edhe vepra të këqija. Domethënë, zanafille gjitha këtynëve, domethënë besimi është ajo që e nxjerr në pa veprimtarinë e bukur. Besimi i bukur, besimi i rregullt tek njeriu e nxjerr në pa po ashtu edhe akhlakun e bukur. Domethënë, sa e kemi besimin e përsosur, aq edhe veprimtaria jon do të jetë më e përsosur ose akhlaku jon më i shëndosh. Domethënë, veprimi jon e tregon përsosmërinë e besimit ton. Po edhe ashtu edhe qëndrueshmërinë ton morale. Domethënë, një besimtar duhet ta ketë qëndrimin dhe sjelljen e tij të bukur. Inshallah taala. Domethënë, qëllimi jon sot është që të flasim disa fjalë nga fjalët e Allahut Azza wa Jall në Kur'an dhe disa hadithe nga jeta e pejgamberit ton Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Unë si fillim e kam përzgjedhur nga Imam Neveviu, një hadith ku kalon në lidhje me degëzimin e imanit. Po, që është një prej haditheve muttafiqun alej, të cilët dietarët apo muhadithët janë të një mendimit se kjo është hadith i saktë, i mirë, i pranuar të gjithë. Po. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot kështu: El imanu bid'u wa sab'una au bid'u wa sittuna shu'batan. Afdaluha qawlu la ilaha illa Allah wa adnaha إماطة الأذى من طريق والحياء
shu'batun min al-iman. Pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam thot imani është 60 e kusur apo 70 e kusur degëzime ka. Do të thonë nuk mjafton pjesë, nuk mjafton të thuash vetë se besova, po edhe degëzime ka kjo, do të thonë që ne duhet të reflektojmë këtë besimin tonë që e kena në zemrën tonë. Më e mira për këtyre thot pejgamberi alayhis salam thot të thuash është fjalë, do të thonë më e ngritura prej këtyre pjesëve apo degëzimeve është fjala la ilaha illallah. Më e ulëta është thot ta hekesh një pengesë nga rruga. Ima thot këtu mund të më kanë një goralec i vogël, një pengesë tjetër, një diçka tjetër, borllok mund të jetë apo çfarë do që diçka që e pengon shoqërinë tonë apo njerëzit ku ecin dikon apo ku rrin dikon. Dhe në fund është shumë interesante wal haya'u shu'batun min al-iman. Dhe turpi, marrja është një prej degëzimeve të imanit. Dhe këta e cek pejgamberi selam. La ilaha illallah, pengesën dhe haya'ul min al-iman. Do të thonë min al-iman thot pejgamberi alayhi wasallam. Do të thonë, nga kjo na e kuptojna që imani duhet të ketë zanafillën apo të zëvën në zemrën e njeriut. Do të thonë në një formë të qëndrueshme që degëzimet e saja janë ato që na i reflektojmë me veprat e tona. Duhet ta cekim këtë, do të thonë. Pejgamberi jon Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam na e përshkruan në hadithe të ndryshme që imani është sikur se një pemë, një drum i cili ka rrajt e forta në tokë, edhe imani në zemrën e njeriut. Besimtari duhet t'i ketë ose të bazohet ose t'i pranon fillimisht disa kushte të cilat janë të domosdoshme për ta quajtur njeriu besimtar. Për shkak se nëse nuk ka njeriu besimtar, vepra është e kotit. Domethënë kur ta shohim nga perspektiva fetare, islame, ose akhlaku mund të më kanë i bukur, i mirë, ama nuk zëvën. Domethënë, qawlu la ilaha afdaluha, për çfarë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fjala la ilaha illallah duhet të zëvën spariherë. Çka janë ato, domethënë, spariherë që ne duhet i kemi parasysh, janë 6 kushtet e imanit. Amen to. Që e dimi na, që e mësojnë edhe na për mektepe, edhe që e dim të gjithë. Pastaj çka janë? Është dashnia ndaj Allahut Azza wa Jall. Pastaj çka është? Ta falenderojmë Allahun Azza wa Jall. Pastaj të bëjmë sabër ndaj çdo vështirësie që përballohemi në jetë. Inatosja, mëria, hidhrimi, nervozat, të gjitha këto dhe tradhien ta largojmë nga vetja jonë. Shif, këto janë pikat kryesore që duhet të ketë njeriu në zemrën e tij si iman. Po. Pastaj vazhdojmë në zemrën tham, pastaj në gjuhën e njeriut. Në gjuhën e njerit prapë thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithe të ndryshme, shohim besimi i cili ka degëzimet në fjalit ku shprehen me gjuhën e njeriut. Dhe këto çka duhet të jenë? Spariherë është fjala ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Pastaj të marrësh ilm, të mësosh ilm dhe të ndash ilmin me të tjerët. Tjetra çka është? Dhe ta përmendesh Allahun. Domethënë si këto pikat, ka edhe pika tjera, po nuk do të him në detaje më shumë. Tjetra çka është? Kemi edhe fizikisht, domethënë besimin që e reflektojmë me në anën trupore, me veprimtarinë tonë, domethënë. Dhe çka janë ato? Prap do të kthehemi ta hadithi Xhibril është në realitet që i ban përmbledhjen ku e pyet Xhibraili alayhis salam kur vjen në formën e njeriut, po, i ban pyetje pejgamberit. Po hadithi Xhibril është kjo, po. Dhe e pyet për imanin. Çka është imani? Pejgamberi alayhis salam ja ka thënë. Çka është Islami? Pejgamberi alayhis salam ja ka thënë. Domethënë, pika e dytë që e pyet Xhibraili alayhis salam pejgamberin ton Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, në realitet janë veprat të cilat ne duhet t'i shfaqim në jetën tonë me praktikimin tonë.
me veprimtarin tonë. Domethënë 5 kushtet e Islamit. Tjetër çka është? Pastërtia, at-tahara. Kjo është pi pikave më të rëndësishme. Tjetra çka është? Të jetojmë të ndershëm. Tjetra çka është? Domethënë të respektojmë nanën dhe babën. Tjetra çka është? Familjarët tonë dhe fëmijët tonë t'ja u japim hakun. Domethënë, ose t'i largojmë çdo send që është pengesë për njerëzit. Jo vetëm për njerëzit, por gjitha gjallësat mund t'i marrim këto. Domethënë, kemi zemra jon, gjuha jon dhe trupi jon, të gjitha këto veprimtaritë që i bojna me anë të këtyre gjymtyreve janë realitet, reflektim i besimit të cilën e kena në zemrën tonë. Pika tjetër, el haya'u min al-iman, po? Ajo çka shubetun, po? El haya'u shubetun min al-iman është një prej degave të imanit. Dhe këta duhet ta kuptojmë në këtë formë. Çdo sen i keq, çdo sen i shëmtuar, çdo sen që është e papëlqyeshme, besimtari duhet t'i largohet kësaj. Besimtari këta duhet ta besojë në këtë mënyrë. Edhe afër besimtarit, nëse bëhet në vepër e shëmtuar, e papëlqyeshme, e turpshme, që nuk përshtatet me atë që na thot Kur'ani dhe me atë që na ka mësuar pejgamberi jon Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, atëherë ne duhet ta shohim këta të irrituar. Diçka që na bën rahatsız neve. Diçka që na pengon. Domethënë, në këtë formë duhet ta shohim edhe ata. Domethënë, hayajën duhet ta shohim në këtë mënyrë. Pika tjetër që duhet ta flasim në lidhje me këta është se çdo send çka bëhet, çka veprohet, çka mendohet, çka thuhet, nëse bëhet për hir të Allahut, kjo është edhe sadaka, po është edhe sevap. Domethënë, pejgamberi jon Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam po na çartson në diçka. Nëse ti një pengesë e hedh, diçka e largon nga rruga, një diçka e thjeshtë është për neve, kur ta shohim. Për një musliman kjo nuk është as se e thjeshtë, ama për dikant do të thotë është e thjeshtë. Ama kur ta shohim si të thjeshtë po e trajtojmë ata. Pejgamberi alayhis salam po e përmend këta që kjo e ngrit besimtarin. Akoma është me besim. Akoma tek njeriu ka besim, domethënë, ka ymit, ka shpresë tek njeriu. Po para mendoje, t'ja parashtojmë vetes tonë pyetjen tjetër. Ku pejgamberi alayhis salam po na tregon që një thërmi me hek nga rruga, një pengesë me hek nga rruga ka sevape, ka. Po ta paramendojmë sa vepra të mëdha mund të bëjmë ose bëjmë ne si musliman. A thu vallë, Allahu azza wa jall, si do t'i shpërblejë këto? Sa do t'jetë shpërblimi i këtyre? Po. Kur e shohim në për hadithet e dietarëve, thonë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përngjasoi, domethënë, besimin me një pemë apo me një dru të fortë e cila ka rrojt e thella. Këta edhe Allahu azza wa jall na thot në Kur'an: "Alam tara kayfa daraba Allahu mathalan kalimatan tayyibatan ka shajaratin tayyibatin." Po. Fjala e bukur me një pemë të bukur. Asluha sabit. Rrojët e saj i ka të thella, thabitun me një qëndrim të fortë, wa far'uha fi as-sama, dhe degzimet të cilat japin frut nga qielli, të ngriturat në qiell. Domethënë, çdo vepër që e bëjmë në këtë mënyrë, si e përshkruan Allahu azza wa jall, as se si besimtari nuk duhet të thojë se a pranohet tek Allahu. Domethënë, kaq është edhe i thjeshtë për të jetu feja islame, po nganjëherë është edhe aq e shmushme, e vlefshme dhe e rëndë nganjëherë nëse s'kena qëndrim ose bazat të cilat bazohen në iman të forta. Ashtu. Po.
O qëndëror, çka mund të na tregoni cili është roli i besimit në vepër? Po. Roli i besimit në vepër në ajetet kuranore kur të paraqesin, Allahu Azza wa Jall neve në surën Asr na e përshkruan këtë shumë qartë. Wal asr wa shako innal insana lafi khusr. Çdo njeri është në humbje, thot Allahu Azza wa Jall. Përveç se atyre të cilët illa alladhina amanu wa amilu. Ndërleshmëria. Këtu është e ndame illa alladhina amanu wa amilu salihat. Domethënë imani dhe vepra të ndara. Edhe këtu mos të gabojmë asnjëherë, se shumë bim në kurthin e asaj që një njeri e shohim e ka thënë fjalën la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ne këtë me atë fjalë e quajmë si besimtar. Po të jenë edhe veprat të ky njeri, ki quhet mu'min, domethënë besimtar i devotshëm. Ama nëse nuk ka veprat të ky person, nuk mund të thojmë që nuk ka besimtar. Ashtu? Po. Pse se Allahu po bën një ndarje këtu. Illa alladhina amanu, ata të cilët besojnë, pastaj edhe që veprojnë. Nëse veprojnë, për ta është më mirë. Wa amilu salihat. Vepra si duhet të jetë, e thamë në fillim. Vepra duhet të jetë vepër ameli salih, vepër e pranuar, vepër e mirë. Se kemi vepra të lloj-llojshme, po Allahu thot këtu, wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqqi, dhe të cilët njëri tjetrit e nxisin ose ja sugjerojnë, e këshillojnë për çka, për hak, për të vërtetën. Wa tawasaw bis sabr, dhe për sabër. Pastaj e shohim te domethënë kaq është e fortë ndër lidhja me veprën dhe imanin, domethënë Allahu përshkruan çfarë imanin, pastaj edhe veprën. Po kur e shohim te pejgamberi alayhis salam, na thot thalathun man kunna fihi wajada halawatul imani. Tre gjana janë nëse i ka njeriu, ai njeri këta ose i jep rëndësi këtyre tre gjanave, ai njeri e ka kap atë halawat, ëmbëlsirën e imanit, besimit, shijen e imanit. Thot pejgamberi alayhis salam. Pika e parë, thot pejgamberi alayhis salam, për mos më zgjat shumë, të jetë pejgamberi Allahu sfarjar, pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam më të dashëm se gjithkush dhe gjithçka në këtë jetë. Kjo pika e parë. E dyta, nëse na me të vërtetë e dojnë Allahun dhe pejgamberin alayhis salam më shumë se gjithçka në këtë jetë, këta të kthehemi në veten tonë, ose të hyjmë në një vend dhe t'i dojmë disa çaste, momente, me të vërtetë çfarë roli ka Allahu në jetën time? Çfarë vendi ka Allahu në jetën time? Pejgamberi sa është i afërt me mua, ose unë sa jam i afërt me pejgamberin alayhis salam. Domethënë, kjo është pika kryesore që ne duhet ta mendojmë si umet. Po tham individualisht apo si xhamat, si umet në përgjithësi. E dyta, ta duash dika vetëm për hir të Allahut, thot pejgamberi alayhis salam. Pa asnjë përfitim tjetër. Dhe pika e tjetër, të kish frikë nga kufri, pasi ta gjesh besimin, të kish shpëtuar nga kufri, ta gjesh besimin, të kish frikë, sikurse mos të bish në kufër, sikurse me pas frikë prej zjarrit. Domethënë, nëse këto tre pika thot pejgamberi alayhis salam, një njeri i ka parasysh e ka gjetë shijen, ëmbëlsirën e imanit. Po. Kur e shohim, kur kthehemi tek Allahu Azza wa Jalla në ajetet kuranore, se çka na thot neve, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, thot. Nuk i kam krijuar për ndonjë sen tjetër, të më japin ndonjë përfitim mua, njerëzit apo gjindet. Jo, vetëm të më adhurojnë, të më madhurojnë, të jenë abd, të tregojnë robërinë e tyre ndaj meje, thot Allahu Azza wa Jalla. Disa prej dietarëve thot li arifun që ta njohin Allahun Azza wa Jalla. Pa e njoft Allahun Azza wa Jalla mirë, në mënyrë të mirëfillt, edhe ibadeti i njeriut është i mangët. Kjo do na qartëson edhe më mirë atë çështjen se pse një njeri fal namaz dhe ka vepra të dobta. Apo pse se nuk e njeh Allahun Azza wa Jalla.
nuk e njeh pejgamberin alayhis salam. Nuk ka njohuri të mirëfillta për dinin, të cilën Allahu azza wa jall po i flet atij. Domethënë ai i cili e fal namazin do të jetë i përpikt edhe ndaj veprave tjera. Po. Mos bën ndonjë lëshim, ndonjë gabim, ndonjë vepër që nuk e don Allahu xhalesha. Tanha anil fahsha'i wal munkar. Domethënë namazit të largon nga çdo gjë e keqe dhe e shëmtuar. Domethënë me këtë bindje nëse e fal namazin një njeri e vënon ballën në sejdë, wasjud waqtarib dhe e ndjen afër Allahut azza wa jall si i afërt me Allahun aty në atë moment, në atë çast. Ai njeriu mund të bëjë kur të dalë prej xhamis ose nga vend falja e tij ndonjë vepër të keqe ose të dobët, jo. Po. Për të qenë vepra ameli salih, edhe këtë pikë ndoshta pastaj po, ameli salih spariherë duhet të jetë me nijet të pastër dhe i vetëdijshëm për veprën të cilën që është duke e vepruar. Ashtu. Po. Këta mund ta kategorizojmë në 4 pika. Spariherë personi duhet të jetë besimtar. Po. Ameli salih, nëse një njeri duhet të jetë besimtar, që të quhet ajo ameli salih. E dyta, të jetë ajo në përputhshmëri vepra e tij, ameli salih, vepra e bukur, të jetë në përputhshmëri me besimin e tij. Pika e dytë. Pika e tretë, të jetë në përputhshmëri vepra e tij, ameli salih, me Kur'an dhe Sunet, dhe veprimtaria e tij, ameli salih, të jetë me ikhlas, me sinqeritet dhe me nijet të pastër. Këto 4 pika duhet mi pas parasysh një musliman. O gjendero, ju shpjegohet rolin e besimit në vepër si do të jetë, por tash mund të na tregoni se cili është roli i besimit në moral, ahlak, në sjellje. Në pikat e shkurtra i kisha lutur. Ndërlishmëria e njëna me tjetër është e domosdoshme, dhe shumë e ngushtë me njëna tjetrën. Po, në realitet, Hafiz Efendi, nëse kthehemi në kohën ku pejgamberi alayhis salam i thirrte edhe mushrikët edhe gjithë, domethënë në fenë islame. Nëse i referohemi ngjarjeve, ndodhive, dhe ne të jemi prezent tash në ato momente, kur vishin mushrikët te pejgamberi alayhis salam, shumica e pranonin fjalën e Allahut, se nuk kishin rrugdalje tjetër. Shumica e pranonin pejgamberin alayhis salam, nga që ishte Muhammedul Emin. Në këtë aspekt nuk ishte problem, por ishte një problem tjetër. Nuk mund t'i linin veset, nuk mund t'i linin ato gjanat të cilat i kishin bë të ngjizura me karakterin e tyre, me ndjemadhsinë, përfitimet e përkohshme të kësaj dunjas, tituj, postet. Ajo ishte pengesa më e madhe aty në. Për ata nuk u afroheshin me e thonë fjalën e shahadetit. Se është shumë e lehtë me e thonë ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Po le të kthehemi nga veprimtaria jonë e umetit të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Të shohim a jena me të vërtet të afërt mrena kornizave të cilat na vizaton, të cilat rreshtat të cilat na japin këto 2 kullvare apo 2 shina të cilat janë të domosdoshme për një besimtar. Mushriku kishte frikë për atë punë, kurse ne si musliman nuk kena frikë as pak kur rrejmë, kur jemi të padrejt, apo kur e mashtrojmë dikë, apo ose kur e dojmë dikë për përfitime të përkohshme të kësaj dunjas, ose kur e tradhtojmë ndonjë shok ose familjen tonë, apo ose kur e lajmë me një anë nanën e babën, nuk kujdesemi me ta, etj. Ose kur i bëhemi pengesë për një kojshi. Domethënë, ne si muslimanë kena thonë shahadetin, kurse ata si mushrik kishin ndroje ta thonë shahadetin. Apo jo. Ndërlishmëria, domethënë, kaq duhet me pas drojen i besimtar, masi jena musliman, masi i kena kuptuar këto hadithe, po i ndëgjojna këto fjalë, të kthehemi
dhe ta bëjnë një rinovim, një rifreskim në besimin ton, në jetën ton. Ta ngjallim jetën ton, jo vetëm pse jena në jetë. Nuk do me thonë që je i gjallë vetëm pse je në jetë, po ta ngjallim jetën ton me Kur'an, me frymëzimin e atyre që na ka mësuar pejgamberi jon Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, me dijet të cilat na kanë ardhur deri më ditët e sotme. Po, ka shumë, do më thonë që mund të thojmë në lidhje me ata, do t'i kthehemi pejgamberit alayhis salam. Qëllimi jon duhet të jetë që dunjan ton dhe ahiretin ton ta bëjmë xhennet për neve. Qëllimi jon duhet të jetë kjo. Edhe dunjan, po edhe ahiretin ta bëjnë atë xhennet. Dhe kjo kalon nga ajo ameli salih, nga veprimi i mirë. Nëse dojna me pas dunjan xhennet, edhe ahiretin xhennet, atëherë kena më u kyç në ata dhe kena më mësuar se çka është ajo ameli salih, çka është vepra e bukur. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na thot kështu, më falni, në ajetin kuranor Allahu azza wa jalla na thot: "Wa man ya'tihi mu'minan qad amala salihati fa ulaika lahum darajatul ula." Apo? Kush vjen tek Allahu azza wa jalla me vepra të mira, Allahu ata do ta gradon në nivele të larta. Do më thonë, pse se ky njeri me vepra të mira në dunja, levelet e kësaj dunjaje i ka kaluar. Ka mrimë në kulm. Dhe Allahu azza wa jalla si shpërblim të asaj që është ka një mirëfill ndaj veprimtarisë, atë njeri Allahu azza wa jalla do ta ngrite në nivele të larta thot. Dhe ne shohim te pejgamberi alayhis salam, edhe imani i tij o kanë i përkrym, edhe veprimtaria o kanë e tij e përkrym, edhe morali. Po ashtu edhe morali i tij o kanë i përsosur. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dhe me të vërtetë ti je me një akhlak, me një moral që duhet të mirët si shembull, i përsosur. Këta e thot Allahu azza wa jall në Kur'an. Dhe kur të kthehemi te pejgamberi alayhis salam, na thot kështu: "Inna man ahabbikum", më i dashmi prej juve, i leje tek unë, thot pejgamberi alayhis salam, wa aqrabikum, dhe ai më i afërti me mua, minni majlisan, do të thonë kur do të jemi në ahiret inshallah taala, yawm al-qiyamati, uhasinukum akhlaqan. Ai i cili e përmison veten nga ana e akhlakut, e moralit, më përngjason mu, më ndjek hapat e mia, thot pejgamberi alayhis salam, do të jetë më i dashmi jem, më i afërmi jem. Që nuk pe përmen Fatimen që është më e afër me ashtu ton. Nuk pe përmen Ebu Bekrin, ose Omerin radhiyallahu. Nuk pe përmen këta. Që kanë qenë të afër. Po thot kush më përngjason nga ana e ahlakut mu, atëherë ai do të jetë më afër meje në ditën e gjykimit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi alayhis salam anën e ahlakut na definon edhe në gjëra tjera, në hadithe tjera. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Kjo na tregon atjetërn që e tham këtë në fillim, halawatul iman. Më duket se hala nuk e kena kuptu, nuk e kena arrit shijen atë halawat përthirën e imanit. Për këtë shkak ne ummeti Muhammedit jemi në këtë gjendje. Se pejgamberi alayhis salam thot, nuk ka besuar akoma askush, thot. Ose ta marrim pak më but. Nuk e ka imanin e kompletuar. Ai njeri derisa nuk e do edhe për vllaun e vet, ata që e do për veten e tij. Pastaj pejgamberi alayhis salam thot: Wallahu la yu'min
Wallahu la yu'min, pejgamberi alayhis salam po thojnë sahabët, mos ta kishin ndal pejgamberin alayhis salam, duke thënë vallahi nuk ka besuar njeri, vallahi nuk ka besuar njeri, vallahi nuk ka besuar njeri, mos ta kishin ndal, thot pejgamberi atë sahabët, pejgamberi alayhis salam do të vazhdojnë këtë formë derisa e pyetëm. Për çka e thove këta ja Rasulullah? I thamna, pse e thove këta ja Rasulullah? Deri sa thot pejgamberi alayhis salam, nuk është i sigurt kujshiu nga kujshiu i tij, nuk ka domethënë besimin e plot ai njeri. Për shembull, unë jam si kujshi përballë meje, kujshiun tjetër domethënë se s'ka siguri, rregullisht përballohet me pengesat e mia të jetës time ose të familjes time, atëherë as unë nuk jam një familje që kam besu tamam ose e kam të kompletu me besimin, ashtu siç po thot pejgamberi alayhis salam. Pejgamberi alayhis salam kaq shumë e trajton punën e kojshillakut, saqë me të vërtet ndoshta shkruhet edhe libra në lidhje me këtë. Omer ibn Abdul Azizi, që quhet edhe khalife i 5 në historinë islame. Apo jo? Në hutbe, këtë në gjeneratet e para, nuk është thënë ajeti kuranor të cilën e thojmë sot në fund të hutbes. Inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Omeri, halifja e 5, e thot këta se e shef se të besimtarët këto janë pikat të domosdoshme. Allahu na urdhëron me drejtësi, domethënë drejtësia, nëse je i drejt, ki akhlakun e bukur. Wal ihsan, nëse je në vepra i mirë, i dobishëm për të tjerët, domethënë këtë formë, wa yanha 'anil fahsha'i wal munkar, dhe Allahu urdhëron që ne të largohemi çdo vepre të keqe të shëmtuar, wal baghi, dhe çdo dhune, çdo persekutimi, çdo tiranie që mund të ndodh, që mund ta paramendojmë, ti largohemi, thot Allahu azza wa jall, dhe ya'idhukum la'allakum tadhakkarun, shpresohet që ju besimtar ti mendoni këto 5 gjana dhe të kyçeni këto gjana. Dhe kemi hadithe, ajete të cilat neve na japin domethënë frymëzim drejt kësaj. Po ne shohim në ajetet kuranore Allahu azza wa jall thot kështu: Fasbir inna Allaha la yu'dhi'ul muhsinin. Bohu prej durimtarve në iman, në veprimtari të bukur, në akhlak i qëndrueshëm, se Allahu azza wa jall nuk ja hub veprat muhsinve. Kush janë ata muhsin? Ata të cilët e bën një vepër ashtu sikur se me e pa Allahun azza wa jall, edhe pse nuk e shohin, po Allahu ju shef juve. Allahu na bëft për atyre të cilët ecim me parimet kuranore dhe të sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe lusim Allahun azza wa jall me lutjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: O Allah, na uzo drejt akhlakut të bukur dhe na largo nga ahlaku i keq. Se vetëm ti je ai që mund të na bësh të qëndrueshëm në ahlak të mirë. O Allah, na bën të largohemi nga veprat e këqija dhe të afrohemi drejt veprave të mira, se nuk ka kush tjetër përveç teje i cili na mundson që të jemi të qëndrueshëm në veprimtari të dobishme, ku do të jesh edhe ti i kënaqur dhe ne të kënaqur inshallah kur do dalim në ato xhenetet ku i ka përgatitur Allahu azza wa jall. O gjinderor, Allahu shpërbleft për elaborimin e temës dhe shpresojmë që këshillat e juaja kanë qenë të dobishme për teleshikuesit e TV Muftinisë dhe ndëgjuesit e Radio Vatit. Allahu shpërbleft inshallah, xumat të begat. Amin inshallah. Të nderuar ju teleshikues të TV Muftinisë dhe ndëgjues të Radio Vatit, këtu është fundi i këtij emisioni ku misafir kishim hoxhën e nderuar Rahim Efendi Kaloshi. Deri në emisionin e radhës, mirëmbëjtje. Allahu pranoftë të gjitha lutjet dhe ibadetet. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.